Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Një lugë nga ky vaj para gjumit dhe trajton menjëherë këto probleme. 50 vjetori është një moment shumë i rëndësishëm e jetës së secilit, i cili shpesh përkon me ndryshime të mëdha të shëndetit tuaj dhe mirëqenien e përgjithshme. Krahas një stili të shëndetshëm jetese, ka edhe një mënyrë për të kujdesur për mirëqenien tuaj edhe pas të 50-ave, dhe ajo është marrja e suplementeve të vajit të peshkut. Sipas të dhënave të Brightside, jetëgjatësia e individët me nivele të larta të omegës 3 në gjakun e tyre ishte më e lartë se ato me nivele më të ulta. Sidoqoftë, ky është vetëm një nga përfitimet që mund të gëzoni nga shtimi i vajit të peshkut në regjimin tuaj ushqimor. Dëgjoni më tepër të zbuluar efektet befasuese të marrjes së vajit të peshkut për të gjithë personat, kryesisht edhe për ata pas të 50-ave. Mund të ulë presionin e gjakut. Nëse po përpiqeni të ulni presionin e gjakut dhe nuk keni patur sukses, vaji i peshkut mund t'ju vijë në ndihmë. Sipas ekspertëve, kjo ndodh për shkak të acideve yndyrore omega 3 që vaji i peshkut përmban. Shëndeti i zemrës mund të përmirësohet. Ulja e presionit të gjakut nuk është efekt i vetëm i mbrojtjes që mund të përfitoni nga shtesat e vajit të peshkut. Vaji i peshkut mund të ulë nivelin e triglicerideve. Këto yndyra janë një burim i rëndësishëm i energjisë, por në sasi të mëdha mund të dëmtojnë shëndetin e zemrës. Pas moshës 50 vjeçare, marrja e suplementeve të vajit të peshkut mund të ndihmojë në përmirësimin e humorit, të rrisë energjinë dhe mund të parandalojë rrezikun nga disa çrregullime njohëse, citojnë ekspertët. Kjo ndodh sepse afërsisht 60% e trurit përbëhet nga yndyra, dhe gjysma e kësaj sasie janë yndyra lloji omega 3. Shkencëtarët kanë zbuluar se vaji i peshkut mund të ndihmojë në parandalimin e sëmundjeve të Alzheimerit dhe rënien e aftësive mendore. Mund të përmirësojë forcën e muskujve. Një studim të cilit i referohemi sipas Brightside mbështet tek gratë mbi 50 vjeç që morën 2000 mg vaj peshku çdo ditë dhe bën ushtrime për të rritur rezistencën trupore, u vure një përmirësim i forcës së muskujve. Ju mund të vini re gjithashtu përmirësim të gjendjes suaj emocionale. Depresioni, ankthi dhe çrregullimet e tjera shëndetësore mendore mund t'i ndodhin kujdo në çdo moshë. Megjithatë, të rriturit mbi 50 vjeç që dëshirojnë të përmirësojnë gjendjen tuaj, mund të këshillohet të marrin vajin e peshkut. Vaji i peshkut ka treguar se lehtëson simptomat e depresionit në vetëm 21 ditë. Kjo mund të jetë pjesërisht për shkak të efekteve antiinflamatore të vajit të peshkut dhe elementeve ushqyes që ai përmban. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rreth 1/3 e të gjithave humbjeve të jetës janë lidhur me sëmundjet kardiovaskulare. Megjithatë, shumica e njerëzve në Rusi nuk i kanë dëgjuar kurrë këto probleme me zemrën. Sekreti është një produkt që të gjithë e kemi dëgjuar. Bëhet fjala për vajin e peshkut. Vaji i peshkut përmban acide yndyrore të pazvendësueshme të tilla si omega 3 dhe omega 6, që ndihmojnë në mbështetjen e zemrës dhe enëve të gjakut të shëndetshme, citon Healthline. Numërimi i vetive të shëndetshme të vajit të peshkut gjithmonë fillon me efektin e tij pozitiv në nivelin e kolesterolit në trup. Acidet yndyrore omega 3 dhe omega 6 përmban vaji i peshkut ulin rrezikun e sëmundjeve në zemër për shkak të nivelit të triglicerideve. Shfaqja e pllakës në brendësi të arterieve shpërndahet nga presioni i gjakut që zvogëlohet. Të menduarit do të bëhet më i shpejtë dhe më fleksibël. Omega 3 përmban DHA dhe acidet që mbajnë membranat qelizore të shëndetshme dhe forcojnë lidhjet qelizore dhe nervore. Këto arsye na lejojnë të përdorim vajin e peshkut si një mënyrë për të parandaluar sëmundjet e Alzheimerit. Studime të shumta kanë treguar gjithashtu se vaji i peshkut stimulon funksionin e trurit dhe përmirëson kohën e reagimit, funksionet më të larta të trurit dhe shpejtësinë e marrjes së vendimeve. Sistemi imunitar do të përmirësohet ndjeshëm. Në shumë vende, acidet omega 3 janë shtuar në ushqime të rregullta si gjalpi ose margarina. Ky është një burim shtesë i omegës 3 që gjendet te vaji i peshkut dhe stimulon prodhimin e elementeve ushqyes. Ato bëjnë sistemin imunitar më të fortë dhe ndihmojnë trupin të luftojë infeksionet. Rreziku i problemeve të aftësive motorike do të ulet ndjeshëm.
Në mes të shekullit të kaluar, u vure se njerëzit që jetonin pranë detit hanin peshk dhe kishin më radhë dhimbje. Kjo për shkak të nyjeve që kanë nevojë për yndyrna. Pa yndyrna, indet e përbashkëta humbasin elasticitet që përfundimisht çon edhe në plagë. Natyrisht, vaji i peshkut nuk është vetëm efektiv në trajtimin e artritit, por padyshim i dobishëm edhe në parandalimin e këtij shqetësimi. Ju do t'i riktheheni më shpejt në energji pas ushtrimeve. Gjatë studimeve ku pjesëmarrësit duhet të vlerësonin efektet e marrjes së acideve yndyrore omega-3, pretendonin se numri i proceseve inflamatore dhe intensiteti i dhimbjeve të muskujve pas tërvitjes u reduktua. Marrja e vajit të peshkut rregullisht nuk do ju bëjë Superman, por patjetër do ju ndihmojë që të stërviteni më shpesh me intensitete më të larta. Do t'jetë më e lehtë të menaxhoni stresin. Acidet që mbartin edhe në përbërje të vajit të peshkut mund të rrisin prodhimin e serotoninës, hormonit përgjegjës për gjendjen të mirë të organizmit. Pra do t'jetë më e lehtë për ju të menaxhoni stresin. Vaji i peshkut mund të ketë madje një ndikim pozitiv te njerëzit me skizofreni dhe sëmundje të tjera mendore. Presioni juaj i syve do të ulet. Mjekët mund të përshkruajnë vajin e peshkut për njerëzit që kanë glaukom. Acidet yndyrore ndihmojnë për të hequr lëngun e syrit që rezulton në presion të ulët tek syt. Sigurisht, vaji i peshkut mund të merret si një recetë popullore e plot, por studimet ende mendojnë se duhet të përfshini më shumë produkte natyrale në dietën tuaj. Ju mund të keni një burim shtesë të vitaminave dhe mineraleve në dietën tuaj. Vaji i peshkut përmban gjithashtu një sër mineralesh dhe vitaminash. Vitaminat mund të ndryshojnë në varësi të llojit të peshkut dhe shumë faktorë të tjerë. Megjithatë, vaji i peshkut si një burim shtesë i vitaminës A dhe D mund të ndihmojë në heqjen qafe të flokëve të brisht dhe absorbon kalciumin dhe fosforin. Lëkura juaj do të duket më e shëndetshme. Vaji i peshkut ka ndikime pozitive në lëkurë sepse acidet yndyrore omega-3 mund të ruajnë kolagjenin, bazë elastike e lëkurës sonë dhe parandalojnë shfaqjen e rrullave. Mosha dhe stresi i vazhdueshëm zvogëlon sasinë e kolagjenit dhe bën lëkurën më të thatë. Do t'jetë më e lehtë të mbani dietë. Gjatë hulumtimit shkencëtar zbuluan se marrja e vajit të peshkut rregullisht zvogëlonte oreksin dhe krijonte ndjesinë të qenit plot pas ngrënies. Gjithashtu, disa shkencëtarë mendojnë se një burim shtesë i omegës 3 rrit aftësinë e trupit për të përshkruar yndyrnat. Pra në vend që të ruani yndyrnat, trupi do të përdorë ato si një burim energjie për aktivitetin e përditshëm. Gjë më e rëndësishme për të kujtuar rreth vajit të peshkut është se ka kalori. Gjithashtu, masa e gjoksit do të rritet. Ulëntimet tregojnë se yndyrnat që përmban vaji i peshkut mund të rrisin madhësinë e gjoksit tek femrat. Ju mund të konsumoni vajin e ullirit, fasulet e thata, tofu, algat e detit, por edhe vajin e mëlçisë. Kjo është një mënyrë shumë natyrale për të rritur masat tuaja të gjoksit. Vaji i peshkut është yndyra që merret nga indet e peshkut si edhe harenga, peshkuton, skumbria dhe sardelet. Ndonjëherë vaji prodhohet edhe nga mëlçia e peshqve të tjerë siç mund të jenë merluci. Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon ngrënien e 1 deri në 2 racione me peshk yndyror në javë. Ky rekomandim bazohet në indet se acidet yndyrore omega-3 ofrojnë përfitime shëndetësore dhe i ofrojnë organizmit një mbrojtje nga shumë komplikacione. Por nëse nuk konsumoni 1 ose 2 racione me peshk në javë, atëherë suplementet e tij ju ndihmojnë të merrni dozat e nevojshme të acideve yndyrore omega-3. Sipas të dhënave, rreth 30% e vajit të peshkut përbëhet nga acide yndyrore omega-3. Pjesa e mbetur prej 70% përbëhet nga yndyra të tjera. Ndaj, përfshirja e vajit të peshkut në dietën tuaj të përditshme do të jetë një mundësi e shkëlqyer për organizmin. Nëse merrni medikamente të caktuara para përdorimit, konsultoni me mjekun. Vëmendje: ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.